Qa po të trazon ty në këto momente? Kush është ajo ekonomia jote? Po qëndron si një bunker i mbyllur duke u izoluar ato bekimet, dhuntit edhe çdo gjë që Zoti të ka dhënë? Apo po mendon se sa dominant apo dominante je me këto që Zoti të ka dhënë? Apo ndoshta thjesht je shkrirë me botën për të bërë sense, për të ndjerë se duhet jesh e kohës, e duhet përshtatesh. Jezusi tha ne jemi në këtë botë, por nuk jemi prej kësaj bote. Ne të gjithë e dimë se çfarë ndodhi në kopshtin e Edenit. Perëndia ishte duke shijuar atë ekzistencën e vet dhe vendosi le të bëhet drita. Edhe solli dritën, edhe pasaj krijoi gjithë krijimin. Edhe pasaj përsëri nuk mjaftoi, krijoi njeriun. Dhe njeriun e krijoi si një dhuratë për krijimin, që ta punonte, ta kultivonte, i vendosi në kopshtin e Edenit, i dha njëri tjetrin, burr, grua, të ishin bekim për vendin ku ata ishin bjellë dhe ishin vendosur. Dhe ne dim ç'a ndodhi me rënjen edhe kur mëkati erdhi në botë. Ajo pema na i prishi të gjitha punët, por pavarësisht Krishti erdhi, edhe ne sapo kemi festuar Pashkën. Dhe ai erdhi për t'i dhënë përsëri njeriut vlerën e dhuratës që Zoti kishte në plan që për krijimit. Duke na shpëtuar, ai na dha një identitet të ri. Ne jemi banor të mbretërisë së Perëndisë. Dhe jemi shtektar në këtë tokë. Edhe ndoshta Zoti po të thotë sot, hapi valixhet. Fillo bëj atë që ti di të bësh më mirë. I dhuratë për familjen tënde, për vendin e punës tënde, për lagjen tënde, për qytetin tënd. E ndërkohë që e bën këtë, lutu, sepse mirëqenia jote varet nga mirëqenia e vendit ku secili prej nesh është vendosur. Një nga vargjet që për Altinin dhe mua ka qenë vazhdimisht si një motivim edhe një motor, ka qenë nga Predikusit 11:4, që thot, kush e ka mendjen të era nuk ka për të mbjell, dhe kush rri e shikon ret nuk ka për të korrur. Në qoftë se do rrinin të prisnin për rrethanat e përkryera, nuk do kishim mundësi të bënim asnjë gjë. Do ishin paralizuar duke u fokusuar tek era edhe tek ret. Kështu që dua t'ju inkurajoj shumë. Kjo është koha për të hedhur hapin e radhës. Edhe ndërkohë që ju mendoni se kush është ai hapi i radhës,